Një biznes në Lushnjë ka rënë prej vjedhjes gjatë natës, ndërsa mësues autorët kanë arritur të marrin kasafortën me para. Ende nuk dihet se sa para kanë qenë brenda në kasafort, por autorët janë futur gjatë natës në thertore, kanë marrë kasafortën dhe kanë tentuar të grabisin edhe furgonin e biznesit, por duket se plani nuk u ka shkuar siç duhet. Pas largimit me furgon, hajdutët kanë përfunduar në kanal. Në zonë po merren edhe pamjet filmike nga kamerat e sigurisë së bizneseve për të gjetur dhe për të zbardhur dinamikën e ngjarjes, si dhe për të zbuluar se me çfarë mjeti shkuan autorët për të kryer vjedhjen. Pasi furgoni me të cilin po largoheshin ka rënë në kanal në dalje të fshatit Golemi Vogël drejt autostradës, autorët janë larguar me një tjetër mjet dhe sipas burimeve nga policia kanë dalë në autostradën Lushnjë-Rrogozhin. Policia ka kryer ekspertizën dhe ka dokumentuar prova që mund të çojnë në gjetjen dhe kapjen e autorëve.